Unë tamam ja kam nisë me pas frikë para një 3-4 muajve, se jon ka zhvilluar gjëra që shpejt, se nuk është më çdo 3 muaj ose çdo 5 muaj se ndodh diçka, po çdo javë ka ndodhur diçka. Edhe është shumë zor vish mi njek informatat në qëtë fushë, se që shumë ka ndodhur javë për javë, edhe janë bu aq shumë modelet, për shembull, gjithë cili flet për GPT, po ka edhe Google Gemini, ka Llama, ka Anthropic, janë plot ata vision njëri të kalu tjetrin, edhe tash problemi nuk është më shka që mundsh me përdor, problemi është ka duhet me përdor, edhe si duhet me përdor gjërat bashkë, sepse sot është diçka se është perfekt, nesër prap duhet ndoshta me shku me një tjetër model, edhe tash është më shumë, unë për shembull personalisht, edhe unë kam shku në modele, jo modele, po modelet artificiale, por unë jam të nejtë më shumë të ChatGPT-ja, se ato avancu shumë më shpejt edhe ka më shumë opcione që tash për zhvillime. Po, duan në këndvështrimin e një profesoresh edhe atë deklarat që e lexovat Bill Gates, po ashtu edhe të mjekut që e kemi në studio. A ka frikë për mësimdhënësit dhe për mjekët në të ardhmen? Dgjoj, disi është bërë kjo punë, unë e ligjëroj pikërisht të shkencat kompjuterike. Dhe e them gjithmonë, një ndër sfidat më të mëdha në çfarëdo lloj zhvillimi teknologjik shkencor që ka pasur bota prej revolucionit industrial e këndej, janë gjithmonë humbja e punëve tradicionale të njerëzve. Është frika më e madhe. Humbja e punëve tradicionale të njerëzve nuk do të thotë domosdoshmërisht me panevojshmërinë e njerëzve, sepse njerëzit zhvillohen. Nëse dikur nënat tona kanë la teshat në lumë, ne sot përdorim lavatriçën në shtëpi. Kjo është një zhvillim teknologjik në stilin e vet, por kjo nuk do të thotë që gruaja mbeti e panevojshme më, sepse u zëvendësua me një makineri. Edhe inteligjenca artificiale, nuk po flasim thjesht për çështjet ChatGPT, Gemini e tjera me radhë, po flasim për inteligjencë artificiale e cila në funksion të nevojave të njeriut krijon ndihmesa të cilat minimizojnë rreziqe të tilla si fizike, të peshës, të lodhjes, të mendore, po ashtu e gjitha me radhë, të cilat deri më sot kanë qenë të bartura vetëm nga njeriu. Çfarë do të thotë kjo? Po, mund ta zëvendësoj inteligjenca artificiale një teknolog të thjeshtë i cili i kalon pajisjet mjekut gjatë një operacioni. Por kjo nuk do të thotë që një mjek do të tejkalohet 100%. Të paktën jo në 20 apo 30 vitet e ardhshme me ato që po zhvillohen. Edhe pse po zhvillohen shpejt, jam dakord me Kristianin atë që thotë. Pra, do të tejkalohen hapat fillestar. Nuk do të ketë më nevojë për një përkthyes bukfal të një lajmi që do të vijë nga jashtë, sepse atë ti edhe sot e bën me Google Translate pa pikë problemi. Domethënë, dhe pjesa njerëzore e gjës hyn brenda pastaj për ta humanizuar, për ta bërë njerëzore atë përkthim dhe për t'i dhënë konotacionet gjuhësore apo sensitive që i ka pjesa shqipfolse, nëse e marrim atë tillë, dhe ja jep konotacione real apo ndjeshmëri reale, po këtu duhet dora e njeriu, të cilën AI-ja nuk e bën dot. Domethënë, ku kemi pjesë ndjeshmërie, ku kemi pjesë vendimarrje, ku kemi pjesë emocionale, shpirtërore, AI-ja, më falni, po është shumë larg, ende shumë larg. Zotëri Bajraktari, mundet të na tregu më shumë sa mundet AI, pra inteligjenca artificiale, me cënu profesionin tuaj si kardiolog? Shiko, unë jam kardiolog, mjek kardiolog, po jam edhe profesor në Universitetin e Prishtinës. Po, pra nga dy anë. Shefi katedrës të mjekësisë interne dhe jam profesor në Universitetin Umeå në Suedi. Jam profesor në shtetin suedez. Dhe jam kryetari i shoqatës të kardiologëve të Evropës. Pse i thash këto? Sepse muajin e kaluar kam qenë në Suedi për punën time të rregullt që bëj atje. Dhe kam qenë në një konferencë në Nicë lidhur me inteligjencën artificiale në kardiologji. Në shoqata evropiane e kardiologjisë, Kongresin e si vjetë me ka me theks të veçantë për inteligjencën artificiale. Pra është një problem i cili diskutohet sepse njerëzimi ndodhet para një sfide, para një të papriture. Sepse fjala inteligjencë, do më thonë, fjala inteligjencë në kupton aftësinë për të menduar, dizajnuar, konceptuar, analizuar dhe për të gjendur në situata të reja të cilat në shfaqen për para.